Mos konstituimi i institucioneve shtetërore po vazhdon të ketë ndikim negativ në ekonominë e vendit, duke krijuar pasiguri te bizneset vendore dhe investitorët e huaj. Bizneset vendore dhe investitorët e huaj po përballen me një klimë të pasigurt, e cila po i detyron të ngadalësojnë aktivitetet dhe planet e tyre për zhvillim e investim. Ekspertë ekonomistë dhe afaristë vlerësojnë se mungesa e stabilitetit politik dhe qeverisjes po pengon zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe siç thonë ata po krijon pasiguri të vazhdueshme në tregun vendor. Mos konstituimi i institucioneve shtetërore faktikisht ka bërë që shteti dhe ekonomia në përgjithësi të funksionojë në mënyrë, do thoya, në një gjendje do thotë jo mirë të organizuar, jo mirë të definuar, për faktin se tregues të rritjes thash edhe herë po tregojnë që janë jo të kënaqshëm për 2-3 muajorët e parë. Bizneset kanë të lashë, kanë probleme dhe të njëjtat i adresohen dikujt aty, adresohen normalisht domethënë qeverisë dhe trupave të saj dhe mungesa e tyre sigurisht domethënë ndikon shumë negativ tek bizneset vendore, por në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe tek bizneset ndërkombëtare, të cilat edhe nëse kanë të pasur ndërmend këtë periudhë të investojnë në Kosovë, sigurisht se kanë shtyr për një periudhë kur do të jetë diçka më stabile. Kemi kriju një farloj varësie që për mua gjithmonë ka qenë shqetësuese. Varësie ndaj për shembull ndihmave ndaj prej shtetit, stimulimeve të ndryshme prej shtetit, por që të keni ngërç politik të tillë që kemi deri më sot nuk është e shëndetshme. Është e rrezikshme, unë mendoj. Është e rrezikshme për shkak se është e rrezikshme për mënyrën se si do ta zhvillojmë këtë shëndetin ekonomik, se si do ta modelojmë ekonominë e Kosovës në të ardhmen. Mos harrojmë se më pak se 3 muaj në fakt duhet gjithsesi që të gjejmë mekanizma, ta gjejmë një rrugë të qasjes më pozitive për hir të ekonomisë, për hir të konsumatorit edhe natyrisht për hir të, si themi, rreziqeve që po vinë nga jashtë Kosovës. Edhe sektori privat po përballet me sfida të mëdha si pasojë e vakumit institucional. Sipas biznesmenit të njohur në vend, dëmet për ekonominë dhe bizneset janë të mëdha. Ngërçi ekonomik gjithmonë është i tamshëm, por në këtë rast kur është duke vazhduar ma gjatë duhet atëherë dëmet janë të parushme, është duke u shkaktuar dëmi ndaj sektorit privat, është duke u shkaktuar dëmi ndaj ligjeve të ndryshme që e avancojnë sektorin privat, është duke shkaktuar dëmin duke mos pas debate të mirëfillta për rritjen e energjisë elektrike, që ajo është duke shkatruar në veçanti prodhuesit vendor, është duke dëmtuar sidomos punëkryesjet që punojnë me institucione shtetërore, për arsye se edhe institucione komunale, për arsye se s'ka të lejuara buxhete të mjaftueshme. Përveç kësaj, mungesa e formimit të institucioneve të reja rrezikon që vendi të mbetet pa buxhet edhe për vitin e ardhshëm.